بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. Pasi që vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë zotëriu I modestëve, por pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe ka vesh rroba të mira. Edhe kur s'ka pas ka vesh rroba me lecka, apo kur s'ka pas ka me hangër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka kalu zdis sa ditë me pak hurma. Po kur ka pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë nawilni dhira, më jep kofshën. Tani edhe ka thonë prap, nawilni dhira, më edhe kofshën e dytë. Që do thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka hangër mesht, transmetimi I Buhariut apo. Dhe I ka thonë sahabejt, nawilni dhira, më edhe kofshën tjetër ka thonë ja Rasulullah s'ka, se veç dy ka. Ka thonë nuk e dash me më kundërshtu. Me pas zgat dorën Allah ta kishu kofshën e tretë, më kisha ja. Së dash me kundërshtu. Hadithin Buhari apo. Për këtë shkak pejgamberi sallallahu alaihi wasallam s'ka pas çka han, s'ka vajtu tek kishin pas. Ja. Ka hangër hurma. Ka diçka kanë thonë ja Rasulullah kur gjë s'kem. Sa di ma xherush. Nesër kena hurma ka hangër. Mas nesër kanë thirrë në darkë ku ka mesh, ka shku ka hangër. Ç'do të thot? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam zuhdin që na I kanë mësuar neve nuk u kon, ka po në sa se po do më bozahet. Ja. Unë kur ka ha, kur s'ka sankuhna, ha që të që është, kur s'ka heq, alhamdulillah, agjeraj, apo, në gjithë gjendje jo një miknashëm në caktimin Allah të zogje. Që kjo është zuhdi original. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka vesh tesh me lecka dhe ka vesh tesh të shtrejt që e kanë pru për një materiali hibër që është bo për Jemeni. Bile me që se e kanë qefinos pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Për këtë edhe na e dim që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam I ka hip apo mjetit më të mirë që ka ekzistuar në atë kohë dhe u kon më e shpejta. Kasuaja apo devja më e mira dhe më e shpejta. S'ka pas kërkush deve sikur se devja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Apo kasua devja ati ka posamen. Ka qenë devja më e mira dhe më e shpejta. Një herë, një njeri vesh ja ka kajlu devës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sahabët kanë kajt. Kanë kajt sahabët kur një herë pejgamberi alaihi wasallam ka bu gara me një njeri gjatë udhimit, se udhimi I lartë apo ka bu gara dhe ja ka kaluaj devja ati devës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur janë kthy, po kajnë sahabët. Qysh ja kaloi dikush pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po pastaj pejgamberi alaihi wasallam ja ka kalu prapa ti. Ç'do të thot? Pejgamberi alaihi wasallam ka hyr në deve të mirë, kasua, apo edhe ka hangër kur ka pas mirë, edhe ka vesh esenca çka është, po kam alhamdulillah, s'ka në nuk rritu vajtu. Apo ç'kjo është zuhdi original. Edhe kur kam, edhe kur s'kam unë jam I lidhur me Allahun subhanahu wa taala. Zemra jam nuk qyrt e dikush tjetër, nuk është e varur nga dikush tjetër, përveç se nga Allahu subhanahu wa taala. Uthmani radhiyallahu anhu për shembull, për mja bu çefin e gruz vet, apo Nailes ka vesh do rroba të mira. Dhe kur I ka pa dikush, I ka thonë vallahi, Naileja, gruaja jam ka qef me pa me çeto tesha. Shumë të mira dhe shumë të shtrejta ka përmendja se kanë qenë shumë të shtrejta, apo thot ka qef gruaja me pa me këto tesha e vesh në hatri I saj. Edhe këto është një mësim tjetër, apo që njëri bën mja bo qefin grus. Bile ju bën, po është mirë mja bo qefin grus. Sepse Allahu azza wa jall ka thonë në Kur'an duke u drejtu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, lima tuharrimu ma ahalla Allahu laka tabtaghi mardat azwajik. Pse pja bën haram vetes ato që Allah ta ka leju, duke pas synim kënaqësinë e grave tua. Çdo thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka jere e ka privu vetën nga disa sene që mi kënash gratë veta. Apo, kështu që ulemaja kanë përmenë se nuk ka të keqe që njeri me synu mja bo qefin grus. Nuk ka të keqe që njeri me synu me kënash grune vetë me diçka qof prej robave, hedijeve, qof mi ble asaj, apo qof me vesh kjo vetë. Qështë ka thonë Ibn Abbasi, radhiyallahu anhu, ka thonë unë dëshirej mu zbukuru për grunë tem, sikur se qështë kam qef ajo mu zbukuru për mu. Unë e kam dëshirë mu parfumos për te, sikur se që kam qef, ajo mu parfumos për mu. Apo, që do të thot, nuk ka të keqe, që kjo është jeta e lumtur dhe e mirë islame. Ushqesh me halal, veshesh me halal, ja bën qefin ati që të mja bo me halal, dhe kënaqesh me halal dhe krejt, ku do që të shkësh, ka do që të sillesh, ku do që të rrotullohesh, synim me ki kënaqësinë Allah të zogjel. Nuk I va bëjnë qefin grus që tani ajo më malshu mu dikon një farë hapsire. Ja, unë ja bëj qefin grus për hir të Allah.
Apo unë ja blej për hir të Allahut, unë e zbukurona për vete për hir të Allahut. Do thot nuk mundona diçka hile me bu. Krejt këto i bëj për hir të Allahut azza wa jall. Në krejt këtu është problem njëri. Wa fi bud'i ahadikum sadaqa, wa luqmatun yadhuha ar-rajulu fi imra'atihi sadaqa. Edhe në marrëdhënie që i bëni me gra, apo ka sadaka këtu. Edhe kafshatën që e merr tu lut me gruan tonë dhe e jep me kafshu, apo edhe aty keni sadaka, apo. Kur je jep njëri, ose më mirë them kush është i martum, sa herë ditët dhe një ka një kafshat, grus nëse si ka durë të paralizuar. Domethënë, s'vjen ty çdo ditë, na e roll, apo pejgamberi sa ose më çata që janë shumë roll, apo ka thonë çaty, mos e harroni niyetin se sadaka është, apo e merr një kafshat në gojë. Krejt këtu je një ibadet. Nëse ti je orientu që është duhet, apo je kthy wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifa. E kom kthy fytyrën ka Allahu azza wa jall. Krejt që ti bëjnë në synimi jam është Allahu azza wa jall dhe kënaqësia e tij, nuk ka më pas telashe atëherë. Kështu që kjo ka sa i përket zuhdit të tij, e që zuhdi është me largu dynjan prej zemrës e nuk është me domethënë çdo herë me largu pe i dorës, sepse ka mundësi që e posedon në dorë, por nuk e posedon zemër dhe je në kulmin e zahidave. Edhe e kundërta, ka mundësi dikush nuk posedon kurrë në dorë, ama zemrën e ka të mbushur me dynja, kë kur nuk është asket, apo edhe nëse është muflis, edhe nëse është i falimentu.